Që sa rrejnë mollë nga e Shqilja, nuk e di se ka e një shkencor, po... Unë kam Po, shkretet. Rushi, fiku, ulliri, edhe agrumet janë... Këtu nuk janë përdor fare pesticide, nuk janë përdor fare sprekatje, sepse azoferdi e ka rritur rezistencën ndaj sëmundje dhe dëmtuesve. Pas përdorimit, sipas kushteve teknike të azofertit në agrume, ashtu siç ne shikojmë konkretisht, vëmë re domethënë një zhvillim të jashtëzakonshëm të bimës, një frutifikim të rregullt të saj, një uniformitet të rritjes së kokëve, po kështu domethënë një pamje tregtare shumë e bukur. Është edhe ushqim edhe dezinfektanta, që ti them. Kjo është e vërtet. Ë? Po, është shumë e vërtet. Absolutisht asnjë spërkatje. Atë po them pra. Asgjë për gjë. Fruti është i pastër, është cilësisht më mirë, është pa mbetje kimike të nitrateve, nitriteve apo edhe të metaleve të rënda, siç kemi dëgjuar kohët e fundit. Sepse këtu nuk ka asgjë, edhe po ta shikosh domethënë gjethet e tyre nuk kanë, gjethet janë shumë të pastra, apo siç është edhe vetë fruti jashtëzakonisht i pastër. Vetë sa fëmike? Unë ju bëj thirrje të gjithë kultivuesve të agrumeve, është momenti më i mirë me të mbaruar vjeljen e agrumeve të fillojnë menjëherë përdorimin e azofertit, duke e përgatitur atë për vitin e ardhshëm. I le 2-3 ditë. E kam dëgjuar kështu po. Apo thoj, i malli është 10, i gjipi është 8. Me gjë janë klasë